Takimi i Edi Ramës me deputetët dhe drejtuesit e fushatës së Partisë Socialiste në Tiranë nuk ka qenë këshillim pune siç u paraqit në media, por një mbledhje strategjike për ruajtjen e kontrollit absolut të Ramës mbi fushatën e kryeqytetit. Burimet nga mbledhja pohojnë se Rama ka dhënë udhëzime të drejtpërdrejta, ka mbyllur diskutimin për përfshirjen e strukturave të Erion Veliajt dhe ka shprehur vendosmërinë për të mbrojtur publikisht Belinda Ballukun përballë akuzave të SPAK. Në takimin që propaganda e PS-s e quajti konsult pune, Edi Rama dha një mesazh të qartë për të gjithë të pranishmit. Askush nuk lëviz nga pozicionet as në fushatë dhe as në qeveri, sipas burimeve të pamfletit. Kryeministri hapi mbledhjen me një deklaratë që sqaroi edhe raportet me Erion Veliajin. Vendimi i gjykatës kushtetuese ndryshon vetëm një gjë të vogël. Njerëzit e Veliajt mund të afrohen më në fund të fushatës për të dhënë kontributin e tyre politik. Në thelb, Rama i bëri të qartë grupit të tij se kontrolli i plot i fushatës së Tiranës do të mbetet në duart e Belinda Ballukut, e cila është edhe zëvendës kryeministre, duke përjashtuar çdo ndikim nga kampi i Veliajt. Belinda do të vazhdojë si drejtuese e fushatës së kryeqytetit. Kurdo që të zhvillohen zgjedhjet, ka thënë Rama, duke i dhënë sinjal të qartë Partisë Socialiste se Veliaj dhe njerëzit e tij do të mbeten në periferi të vendimmarrjes. Rama mbron publikisht Ballukun. Sulmi ndaj Ballukut është agresioni ndaj meje dhe PS-s. Në mbledhje Rama ka adresuar edhe çështjen e hetimit të SPAK ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke e cilësuar një agresion ndaj Partisë Socialiste. Nuk ka lidhje kjo çështje me Belindën, por është një sulm ndaj nesh, ndaj meje dhe ndaj PS-s, dhe ne do t'i përgjigjemi qartë e prerë së bashku, ka deklaruar Rama, duke lënë të kuptohet se PS do të dalë në mbrojtje të ministres. Sipas burimeve, Balluku ka folur pas Ramës, duke theksuar se është e qetë dhe e bindur se nuk ka kryer asnjë shkelje ligjore, madje ka mbrojtur bashkëpunëtorët dhe qeverinë. Kemi vepruar si skuadër, mes qëllimit për të mbyllur veprat në kohë, është shprehur ajo, duke ju referuar punimeve të tunelit të Llogaras, për të cilin ka nisur hetimi. Në vijim Rama ka njoftuar se PS do të marrë një qëndrim politik për këtë çështje në momentin që SPAK të kërkojë heqje imunitetesh në parlament. Kemi heshtur shumë përballë SPAK, por kjo histori ka mbaruar. Do të themi fjalën tonë fort, duke respektuar drejtësinë, por duke ndaluar denigrimin e qeverisë dhe të veprave që kanë transformuar vendin, ka theksuar kryeministri Rama.